hyn në xhenet. Për shkak të atyre veprave që kemi bërë. Pra në ato vepra që kemi bërë. Vëllezër dhe motra, Zoti i gjithësisë në xhenet fut kënd të dojë. Por Allah subhanahu wa ta'ala ka bërë disa sebepe, disa shkaqe që ja mundësojnë njeriu xhenetin. Ja mundësojnë njeriu të hyjë në xhenet. Zoti i gjithësisë na ka treguar se si fitohet xheneti. Dhe xheneti i Allahut të lartësuar fitohet duke i zbatuar urdhrat e Tij. Duke i zbatuar ato urdhra që na ka urdhëruar Allahu i lartësuar. Në xhenet njerëzit janë në grada të ndryshme. Të parët që kanë gradën më të lartë janë ata që Allahu i lartësuar thotë was-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im. Ata të cilët prinë në besim, ka garuar vepra të mira, garuar besim, atyre për shembull këta njerëz siç kuptohet për këtij ajeti, në momentin që e merr vesh një urdhër të Allahut të lartësuar, ai nuk heziton. Por menjëherë garon që ti i pari ta veprojë atë. E dëgjoni porosin profetit sallallahu alaihi wasallam. Menjëherë garon që ti i pari, ulaika al-muqarrabun, ata do të jenë pranë krijuesit të gjithësisë. Dhe shpjeguesit e Kuranit thonë, ata që prinë besim, ata janë edhe ata që do të prinë thotë edhe ditën e gjykimit kur të hyjnë në xhenet. Më pas vjen grada tjetër, pas këtyre në xhenet janë ashabul yamin, njerëzit pra e të djathtë. Më pas vjen pjesa tjetër e besimtarëve. Xheneti fitohet duke punuar me atë që ka urdhëruar Allahu i lartësuar. Duke adhuruar të madhin Zot. Allahu i lartësuar çfarë thotë në Kur'an? Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuroje Zotin tënd derisa të të vijë vdekja. Pra muslimani, besimtari nuk e gjen rahatin vetëm se kur të hyjë në xhenet. Besimtari nuk duhet të jetë njëri që, për shembull, gjatë gjithë jetës së tij vetëm një punë të mirë. Por jo, duhet të vijë gjithmonë drejt përmirësimit, drejt shpikit të veprave të mira. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tillë ishte. Shokët e tij të tillë ishin. Pra nuk është se po më shumë njeriu, po thyn mosh, duhet me i lënë veprat e mira. Jo, adhurimi i Zotit nuk lihet. Profeti sallallahu alaihi wasallam për shembull përmend vetëm një vepër prej veprave të shumta që bënte Kur'ani. Gjatë jetës së tij e ka përsëritur çdo Ramazan me Xhibrilin nga një herë. Vitin që ndroi jetë 2 herë. Pra vjen puna duke e shtuar. Në mënyrë që edhe në xhenet të jemi në ato gradat e larta. Dhe xheneti, banorët e xhenetit do ta shohin njëri tjetrin, pra ata që janë gradë më poshtë, do t'i shohin ata që janë gradë më lart, ashtu siç shikojnë hyjet në zjedhë. Besimtari mediton të gjore. Dhe ti është në ato gradat e larta. Njeriu që do të ketë gradën më të ulët në xhenet, është ai që do të ketë 7 fishin e mirësive të dynjas. Po ti synon më të lartë. Ti synon t'jesh me profetin sallallahu alaihi wasallam në xhenet. Nga ana tjetër, ditën e gjykimit, patjetër që do të jetë një pjesë e cila nuk ka vepruar, ka dëgjuar për Allahun e lartësuar, por s'ka dashur të ditë për Zotin. Ka dëgjuar se duhet të adhurojë Allahun, por s'ka dashur të ditë për këtë gjë. Ka dëgjuar se duhet të pasojë profetin sallallahu alaihi wasallam. I ka kthyr shpinën. E këta do të jetë në zjarrin e xhenemit. Por edhe atje janë në gradë banorët e zjarrit. Dhe njeriu që ka dënimin më të vogël në zjarrin e xhenemit, është ai që në këmbët e tij do të ketë pra plush që i vlojnë të rrugës. Zoti na lut. Vllai i nderuar, motra e nderuar, Zoti i gjithësisë na ka treguar
tregu se si fitohet xheneti, se si arrihen mirësitë e Zotit Gjallësisë. Prandaj, unë lutem Zotin e Gjallësisë që të na bëjë prej atyre që janë garues në zbatimin e urdhrave të Allahut. Janë prej atyre të cilët i zbatojnë urdhrat e Zotit